jemi në një nga kantierët që po ecën më mirë, do të thoja, në korridorin e 8. Zëvendës kryeministrja Belinda Balluku inspektoi punimet në ndërtimin e aksit të ri rrugor Elbasan-Rogozhin. Për rreth 18 kilometra, e ndarë në disa faza dhe ndodhemi në fazën e 5 në radhë. Kjo është faza e 5 dhe jemi pra papër ura e Grykshit, shkëlqyer. Paralelisht me punimet, masat janë marrë edhe për devijimin e qarkullimit. Nga rrethrotullimi i brenda sheshit, aty ku ne kemi filluar projektimin dhe me emergjencë do të zgjidhim edhe problematikën që ka tashmë ngarkesa e trafikut në daljen e autostradës Tiranë-Elbasan dhe pastaj vazhdimi deri në Lekaj. Investimi i ndarë në disa lote parashikon disa vepra të rëndësishme. Janë 6 tura, 2 prej cilave janë 330 metra linear dhe njëra prej tyre është kjo që po shikojmë sot. Tu kemi ecurinë më të mirë me 60%, ndërkohë që i gjithë projekti është diku te 49%. Balluku theksoi se punimet po ecin me ritmin e parashikuar. Dhe është afati i qershorit 2026 ku dëshirojmë të përfundojmë. Ky aks do të jetë i kategorisë A dhe ku shpejtësia e lëvizjes do të shkojë deri në 130 km/h. Një autostradë të tipit A me shpejtësi 130 km/h. Shpejtësia e projektimit është 140 km/h dhe shpejtësia e realizimit të projektit është 130 km/h. Kemi 2 korsi nga secili krah me 3.75 metra gjerësi dhe një korsi plus nga secili krah që është korsia e emergjencës me 3 metra gjerësi. Gjatë inspektimit, Balluku theksoi rëndësinë e përfundimit të punimeve në afatet e parashikuara.